يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në vazhdim të surës Al Imran: Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala I ka zgjedhur, I ka ngritur Ademin alayhi salatu wassalam dhe Nuhin alayhi salatu wassalam wa ala Ibrahim edhe familjen e Ibrahimit wa ala Imran edhe familjen e Imranit ala al-alamin. I ka ngrit ma lart sekret njerëzit e botës. Dhurriyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim. Ata ishin pasues që zavendësuar njëri tjetrin në pejgamberi. Allahu subhanahu wa ta'ala e din më së miri dhe I ndëgjon e I din të gjitha. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Përkujtoja Muhammed edhe përkujtoja muslimanëve edhe njerëzve kur gruaja Imranit tha: O Zot jem, unë po zëtohem se atë që e kam barë që kam me lind shtatzani këtë fëmijë, kam me lënë veç me I shërbyje fejsa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inneke ente semiul alim. Ti o Allah I ndëgjon edhe I din ato që lutemi ne. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Dhe kur erdhi koha e lindjes gruas së Imranit, ajo lindi një vajzë. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allahu subhanahu wa ta'ala e din për atë që ka lind. O lejse dhekaru kel untha, dhe djali dhe vajza nuk janë të njëjtë. O inni semejtuha Maryam. Tha nona Imranit, unë po e emërtoj këtë vajzë me emrin Maryam. O inni u'idhuha bike wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Dhe unë po I kërkoj mbrojtje Allah subhanahu wa ta'ala për te dhe për pasardhësit e saj, që Allah t'i mbroj nga shejtani I mallkum. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Allah subhanahu wa ta'ala ja pranoi duan me një pranim të mirë edhe I dha asaj begati dhe e bëri që Zakaria alayhi salatu wasalam të kujdeset për te. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Esher që hynte Zakaria tek vendi ku qëndronte Mariemja, gjente te ajo furnizime të ndryshme. Qala ya Maryam anna laki hadha. Dhe e pyeti: O Maryam, ka po I merr ti këto furnizime? Qalet huwa min indillah. Ajo tha: po mi bjen Allahu subhanahu wa ta'ala, po vin prej anës së Allahut. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala e furnizon atë që dëshiron me pa llogari. Kjo është përkthimi I ajeteve kurse komenti I ajeteve: Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Allah subhanahu wa ta'ala I ka ngrit, I ka dallu, I ka veçu familjen e Ademit, e ka veçu Ademin, Nuhin, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit për krejt botës. Me shka I ka veçue me të qenurit pejgamber dhe që pejgamberet të gjithë kanë ardhur nga loza e tyre. Inna Allah astafa Adam, Allah subhanahu wa ta'ala e ka ngrit Ademin alayhi salatu wassalam, nga që Ademi alayhi salatu wassalam ishte I dërguar I Allahut. O Nuhan, edhe Nuhi alayhi salatu wassalam ishte I dërguar I Allahut.
por dallimin mes Ademit a.s. dhe Nuhit është se Ademi a.s. nuk u përball me shirk, nuk u dërgua te njerëzit sikur që u dërgua Nuhi, po Ademi a.s. ishte vetë njeriu i parë, nuk kishte ku mu dërgua, por ishte pejgamber për pastarësit e tij, për fëmijët e tij, e nipat e tij, derisa ka ardhur Nuhi a.s. të gjithë njerëz kanë vepruar sipas shariatit të cilin e ka pas Ademi a.s. Dhe Ademi a.s. kishte shariat. Për këtyre të sjellura në Kur'an janë mosmarrveshjet e djemve të Ademit a.s. dhe gjykimi i Ademit a.s. se ata duhet me thirrë kanë kurban. Gjitha këto janë ligje. Pastaj thirrja e kurbanit, kuna i pranohet e kuna nuk i pranohet e kështu me radhë. Me thonë Ademi a.s. kishte shariat dhe Allah subhanahu wa taala e ka bën me ju mësue fëmijëve të vet, por se Ademi a.s. nuk u dërgua se ka qenë njeriu i parë, pastaj të tjerët kanë ardhur pas Ademit a.s. por se që kishte shariat, kishte dhe që i mësonte fëmijët e vet në besimin e Allah subhanahu wa taala, në akiden e gjithë pejgamberëve, kjo është e pa diskutueshme. Kurse Nuhi a.s. është i dërguari i parë i Allahut subhanahu wa taala, që quhet në gjuhën arabe ar-rasul, i cili u përball me njerëzit të cilët i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Me zhvillimin e njerëzimit, njerëzit kanë filluar me lëshu fen dhe kanë filluar me adhurue idhujt. Në këtë rast tregimi i gjatë që populli Nuhit a.s. u dërgu Nuhi a.s. patën fillu me adhurue varrezat. Dhe Allah subhanahu patën bëu ata zota, secilin prej dietarëve të cilët patën vdek, ata ishin 5, pastaj i ndonë në emërtime dhe i ndonë në funksione të ndryshme secili sipas dëshirës së tyre. Manzel Allahu biha min sultan, se atyre nuk u pasvrit Allah subhanahu wa taala asnjë argument për atë që ata thonin, dhe pasi që kanë deviju njerëzit, kanë nasu ummatan wahida, thotë Allah subhanahu wa taala, njerëzit ishin të gjithë një fe, të gjithë ishin musliman. Në komentin e Ibn Abbasit, musliman nga kush e patën mësu islamin? Nga Ademi a.s. Feba'atha Allahu nabiyyin, pastaj kur u përçan, kur u shfaq shirkun mes në tyre, Allah subhanahu wa taala i dërgoi të dërguarit për më përball me popullin që kanë lëshuar rrugën. Dhe ky ishte i pari Nuhi a.s. që u përball me mushrik dhe i ka thirrë ata në fe, edhe ka pas shariatin e vet dhe e ka pas thirrën e vet sikur që e ka pas Ademi, an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut, që të adhurojnë njerëzit vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe mos të i largojnë taghutëve, dhe kjo ka qenë thirrja e gjithë pejgamberëve. Atëherë inna Allah astafa Adem wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah subhanahu wa taala e ka veçue Ademin e Nuhin, e familjen e Ibrahimit, e familjen e Imranit nga gjithë bota, sepse nga këta kanë ardhur të gjithë pejgamberët, dhurriyyatan ba'duha min ba'd. Ata pasonin njëri tjetrin më e rëndësishme në atë që pasonin është pejgamberia. Se Allah subhanahu wa taala të gjithë pejgamberët e ka quajtur nga këto familje. Wallahu samiun alim. Allah subhanahu wa taala është i ditë, i ndëgjon dhe i din të gjitha. Prej atyre të cilat i kanë dëgjuar dhe i din Allah subhanahu wa taala, e Allah subhanahu wa taala i din edhe i ndëgjon të gjitha. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Gruaja e Imranit ka thonë, kur ka qenë në shtatzaninë e saj, e ka bën një betim, e ka bën një zëtim. Ka thonë, o Zot, unë zëtohem se këtë fryt që e kam barkun tim, kam me lanë vakaf, me shërby fesa Allah subhanahu wa taala, dhe kjo përpara ishte ligj. Familja Imranit kujdesej për Kudsin, për xhamin e Palestinës. Ajo tha, o Zot, unë kom me lanë që të fëmijë që kam më lind me shërby e xhamisë së Kudsit. Atëherë ishte e ligjshme
që njerëzit të cilët i shërbejnë xhamis me hyen në xhami e mos me dalë më kur, derisa të vdesin. Edhe gjithmonë me kenë në shërbim xhamis. Ajo që njihet tash si murgjeri. Atër ka qenë e lishme. Tash nuk është e lishme ma me ardhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se ata që hynin me shërbyje xhamis, me shërbyje ibadetit, adhurimin te Allahu subhanahu wa taala, nuk ishin drejt me u martu. Ishte detyrueshme me hek dorë nga zhvillimi i jetës së zakonshme, sikur që e zhvillojnë njerëzit e tjerë. Ata nguroheshin në xhami, i shërbenin të kohën xhamis, i shërbenin njerëzve të cilët bënin ibadet dhe nuk ishin drejt me u martu. Mariamja, gruaja e Imranit, ishte shtatzon dhe i premtoi Allahu subhanahu wa taala se këtë fëmijë kam me lënë me shërbyje çështë fesë. Me hi ajo me shërbyje xhamis së Kudsit. Dhe mos me u martua kur. Dhe mos me zhvillua jetën se zhvillojnë të tjerët, por me qenë plotësisht e përkushtuar ose i përkushtuar, nga se gruaja e Imranit mendonte dhe kishte dëshirë që fëmia të ishte djalë, në mënyrë që të shërbej me disa shërbime më të veçanta, me të cilat mund të shërbej një femër. Inneke ente semiul alim. Dhe ti o Allah e din edhe ndëgjon atë që po them. Këtu u bë premtimi. Inna wa'da Allahi kana mas'ula, dhe premtimin që ne ja bëjmë Allah subhanahu wa taala, kemi me dhënë llogari për këtë premtim. Për të është mirë mos me u gut me dhënë premtim ose zotim mes teje dhe Allah subhanahu wa taala. Por momentin që jep zotim mes teje dhe Allah subhanahu wa taala, duhesh me mojt këtë zotim, për shkak se për këtë zotim nëse nuk e marr ki me dhënë llogaritë Allah subhanahu wa taala. Dhe ka shumë njerëz të cilët kur të jenë smut e japin premtime Allahut. Kur të shërohen nuk i marrin ato premtime. Nëse Allah më shëron ka më bëk tek te, ka më bëk tek te, kur shërohet nuk e bën. Dhe për këto ka më dhënë llogari para Allahut. Nëse nuk kanë fëmijë, thonë nëse Allah më jep fëmijë ka më bëk këtë, kur të jep Allahu fëmijë nuk e marrin. Dhe për këto kanë më dhënë llogari te Allahu. Nëse janë të varfër, thonë nëse Allah na jep pasuni, na kemi më dhënë kështu, kemi më ndihmuar aty, ne kemi më bëk këtë, kemi më bëk këtë. Kur të jep Allah pasuni se bojnë. Dhe për këto kanë më dhënë llogari, se ti premton Allahut, edhe nuk e mban premtimin. Mos mojtja e premtimit është gjuna mes njerëzve, kurse mos me mojt premtimin me Allah subhanahu wa taala është edhe më vështirë. Falamma wada'atha qalet rabbi inni wada'tuha untha. Kur e ka lind gruaja e Imranit fëmijën e saj, edhe ka po se fëmia është vajzë, nuk është djalë. Wallahu a'lamu bima wada'at, ka thonë gruaja e Imranit, Allahu e di më së miri që është lind vajzë. Sa përket anës së fëmijëve. Fëmia, të jetë vajzë ose djalë, është e njëjtë. Dhe Allahu subhanahu wa taala vendos kur na dëshiron i jep vajzë, kur na dëshiron i jep djalë. Në ajet Allahu subhanahu wa taala ka sqaruar, ka përmend për njerëzit se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili kur na dëshiron i jep vetëm djalë. Kur na dëshiron i jep vetëm vajza. Kur na dëshiron i jep djemë dhe vajza të përzira. Dhe kur na dëshiron si jep hiç. Dhe është urësia Allahu subhanahu wa taala. Kur lind djalë, është urësia Allahut. Kur lind vajzë, është urësia Allahut. Kur shka vetëm vajza, është me urësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kur shka vetëm djemë, gjithashtu është me urësitë e Allahut. Kur shika të përzir, gjithashtu është me urësinë e Allahut, edhe kush nuk ka fëmijë hiç, që si ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo është me urësi caktim kadri e Allahu subhanahu wa taala. Porse me që disave u thuhet janë djem, edhe disave u thuhet janë vajza, ato me siguri nuk janë njëjtë. Dhe nuk janë njëjtë, i thuhet të gjithëve njëjtë, me një emërtim. Inni wada'tuha untha, unë e kom lind atë vajzë, wa laysa dhakaru kal untha, dhe vajza, djali,
edhe vajza nuk janë të njëjtë. Nuk janë të njëjtë as në krijimin e tyre, në ndërtimin e tyre, në anën e tyre fizike, biologjike, as nuk janë të njëjtë në detyrimet të cilat u takojnë, se nuk janë një, janë dy. Me disa detyrime të tjera janë të obliguar djemt, me disa detyrime të tjera janë të obliguar vajzat. Gjithë se cilit qysh i përshtatet, qysh i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu subhanahu wa taala din më së miri se me shka i ngarkon robrit e vet. Atëherë djali edhe vajza është nuk janë njëjtë dhe nuk janë të barabartë në të gjitha çështjet. Në shumë çështje janë të barabartë, në disa çështje Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, burrave ose meshkujve u ka dhënë një përparësi më shumë se sa grave. Dhe Mariemja nona e Mariemës kishte dëshirë që fëmia me lind djalë dhe me pas dëshirë për një gjini të fëmijëve nuk është gjëna. Nëse ka dëshirë prindi njëri ose të dytë me lind fëmia vajzë, s'ka gjëna kur gjë. Kanë qef me pas vajzë. Nëse kanë dëshirë me lind fëmia djalë, apet s'ka të keqe kur gjë. Kanë dëshirë me lind fëmia djalë. Por kur lind në kundërshtim ose ndryshe me ata që kanë pas dëshirë, apet njëjtë. Me patëm që më kërë vajzë, Allah subhanahu wa ta'ala e dosh më kënë djallë, s'ka të keqe kur gjë. Me patëm që më kënë djallë, Allah subhanahu wa ta'ala ka vendosur më kënë vajzë, apet s'ka të keqe asë një gjë. As nuk mërzitmi pse është djallë e nuk është vajzë, as nuk mërzitmi pse është vajzë e nuk është djallë. Dëshira nuk është gjëna. Dhe për atyre që dëshira nuk është gjëna, kanë ardhur ajete të ndryshme në Kur'an që vetë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala kishin dëshirë më kon djalë. Për tyre Zekaria alayhis salam që na vjen në ajetet në vazhdim, e lutë Allahu subhanahu wa taala më afal Allahu një djalë, s'ka problem këtu asnjë gjë. Nëse dikush i ka djem disa, s'ka vajza hiç, ka qef me pas një vajzë, s'ka problem. Dikush ka veç vajza, ka qef me pas një djalë, apet s'ka asnjë problem. Dikush se ka asnjëni, po të parin ka dëshirë më kon vajzë, apet në dëshirë e njëri, ka qef njëri. Dikush ka qef pari me pas vajzët, dikush djalët, dikush dëshirat, nuk janë gjëna. Por, kur lind pastaj, nëse lind vajzë, me trajtue keq është gjëna. Nëse lind vajzë, me kujtu që Allah subhanahu wa taala ka dhënë më pak se sa më të pason djalë, është gjëna. Nëse ka vajzë dhe djalë, me ndalluar gjatë rritjes, gjatë trajtimit, gjatë blerjes, gjatë ushqimit, gjatë çështjeve të tjera të gjitha, përveç atyre të cilat i ka dalluar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është gjëna. Atëherë nona Mariemës mendonte se djali do të kishte mundësi me shërbye më shumë xhamisë, se sa vajza me disa veçori që i ka djali në ndërtimin e tij fizik, por kur lindi vajzë, tha Allah di mas miri. Unë nuk e di. Dhe kjo që ka lind vajza e gruas e Imranit është nona e Isës alayhi salatu wassalam. Për kësaj vajze ka lind Isa. E kjo është caktimi kaderi e Allahu subhanahu wa taala. Njeriu nëse mërzitet që është vajzë, fëmia për çka më mërzit? Më pas kam djalë, ajo vajza të bën djem masalena. Asnjë problem nuk është nëse Allahu subhanahu wa taala ka dhënë vajza ose ka dhënë djem. Të gjithë e kanë vlerën e tyre, dëshirat janë halal, por trajtimi pastaj është mi detyruar sipas udhëzimeve dhe ligjeve të Allahu subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bimawdu'at, Allahu dhe më së miri se çka lind nonat. Walaysa dhakaru kal untha, sa i përket shërbimit dhe zotimit për cilin e ka bën këtë rast gruaja e Imranit, mendonte se djali mundet më shërbye më shumë se sa vajza. Po i nisem me të Maryam dhe unë këtë vajzë po e emërtoj me emrin Maryam.
Dhe kjo është emri me të cilin muslimanët duhet me i emërtue, është mirë me i emërtue vajzat e veta. Emërtimet e fëmijëve kanë një peshë të veçantë në Islam. Vajzave, një lën emrat të vajzave e grave që ka përmendur Allahu në Kur'an. Vajzave dhe grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vajzave dhe grave të sahabëve dhe kështu me radhë, edhe djemve pastaj të pejgamberëve, shokëve të pejgamberit të tjerë. Dhe këto emra nuk janë arab, edhe me që janë emra të Kur'anit, që Allah subhanahu wa taala i ka përmend në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend në hadithet e tij dhe të miratuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam emrat e sahabëve, e të fëmijëve të tyre, e të grave të tyre, gjatë sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Dhe nona e Mërjemës e boni një dua, tha o Allah, unë po kërkoj mbrojtje prej teje, me mbrojt këtë fëmijën tem edhe pasardhësit e saj prej shejtanit mallkum. Qysh me mbrojt pasardhësit e saj prej shejtanit mallkum, kurse ajo e dinte se kjo s'ka drejt me martu dhe s'ka drejt me pas pasardhës. Se fëmia që lihej me i shërbye xhamis, ai nuk ishte drejt me u martu. Dhe në pjesë e komentatorëve të Kur'anit ka thënë kjo është urtësia Allah subhanahu wa taala në përgjigje në dua. Ti bën dua. Edhe nëse duket kit e pamundur moralizuar ajo dua, ti bën dua, lutë Allah. Dhe pritë Allah subhanahu wa taala çish e realizon. Nana e Mërjemës e ka lënë Mërjemën vakaf me shërbyer xhamis dhe ka ditë që Mërjemja nuk ka të drejtë me u martu. Megjithatë ka bën dua te Allah, mbroje këtë dhe pasardhësit e saj nga shejtani i mallkum. Po kjo s'ka drejtë me pa pasardhë, s'ka drejtë me u martu. Dhe Allah subhanahu wa taala në pjesë e komentatorëve thonë në përgjigje të duas së nanës së Mërjemës e ka bërë që Mërjemja me pas djalë pa martuar. Dhe Mërjemja ka pas djalë Isa alayhi salam pa qenë martuar. Por të bëni dua, lutni Allah subhanahu wa taala, edhe me lutjet me të cilat mundi me menuar se nuk realizohen kurrë. E ka marrë në ajete më vonë që Zekaria alayhi salam vetë ka bërë dua, e masani kë ka pranuar Allahu dua, nuk që di çish ka mundësi unë me pas këtë, o ka mundësi se Allah subhanahu wa taala është i mundshëm për çdo gjë. Dhe në këtë drejtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ajo që lindin fëmia, lindin duke qartë dhe ajo çorje që e bën është për shkak se shejtani i prek ata, përveç shejtani nuk e ka prek Isën, birin e Mërjemës, për shkak se nona e Mërjemës ka bërë dua edhe për fëmijën e saj, për Mërjemën edhe për sasët e saj, që të dytë nuk i ka prek shejtani as lindjes, as Mërjemën, as Isën alayhi salam, për shkak të duas së nanës së tyre, që Allah më mbrojt ata prej shejtanit të mallkuar. Pastaj një element shtesë është që prind është mirë me bërë dua sa më shumë për fëmijët e tyre, për shkak se duaja prindve pranohet. Gjithashtu me pas kujdes prind mos me i mallku fëmijët e tyre, për shkak se edhe mallkimi i prindve pastaj i ka më shpejt fëmijët. Nëse janë të bërë sherrë diçka, kur mos i mallkoni. Mos i mallkoni për shkak se mallkimi i prindve i ka fëmijët. Nëse janë të bërë mirë diçka, uroni, lutnu, bëni dua te Allah subhanahu wa taala se duat e juve pranohen. Fataqabbalaha rabbuha, për se ajeti më në vazhdim thotë Allah subhanahu wa taala e ka pranuar duan e saj bi qabulin hasan, me një pranim shumë të mirë. Wa anbataha nabatan hasana, edhe i ka dhënë frut të mirë, e ka dhënë Mërjemën, e Mërjemës e ka dhënë pastaj Isa alayhi salam. Wa kafalaha Zakaria, edhe e ka bën që Zakaria më kujdes për Mërjemën, se tash Mërjema është në shërbim xhamis, për atë duhet më kujdes shërbëtor, pastaj njerëzit të cilët mirën me davet. E në këtë rast ishte Zakaria alayhi salam, i cili e pagbon i dhënë të veçantë për Mërjemën, në cilin ajo jetonte, e i bënte ibadet Allah subhanahu wa taala, pastaj i shërbente xhamis. Pastaj Zakaria ishte burri i tezës së Mërjemës. Zakaria alayhi salatu wasalam ishte burri i tezës së Mërjemës dhe kujdesej për Mërjemën se ajo jetonte në xhami e mbyllur. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Me që ishte mbyllur në xhami, Zakaria alayhi salam e çonte ushqimin. Sa që i çonte ushqim,
Gurin dhe mrejna Mërjemi ushqimin aty. Dhe komentatorët Kur'anit thonë kishte Mërjemi fruta të cilat ishin të verës, por në stilin e dimit, ose të dimit, por ishin në stilin e verës. Kishte fruta që nuk ishin në atë vend ku jetonin. Dhe Zakaria kur ka i ka po ato pemë, ato fruta, ato ushqim, muhabit. Edhe tu e ditë se Mërjemi nuk ka drejt me punua, tu e ditë se Mërjemi nuk ka drejt me dalë vetë me mbledh ato pemë, e ka pyet. Qale ja Maryama anna laki hadha. Ka po të vinë të ushqime ty. Ku bëjmë marrë të ushqime? Qalet huwa min indillah. Për shkak se përgjithësi prindi do të më pyet fëmijët. Nëse shefit të fëmijët që kanë pasuni në dorë të tyre, a mos punojnë, do më pyet këpë marrë. A jeni të vjedha, a jeni të mirë me droga, shkoni të bo, ka më në pasuni ju kështu. Në punu si në të punu, pasuni keni, prindi përgjithësi, kush është përgjes, për fëmijët e vetë, du të më pyet, ka po vjen kjo? Edhe Zakaria alayhis salam ka pyet Mërjemin, anna laki hadha, ka po marrë këtë ushqim? Qalet huwa min indillah. Mërjemi u përgjigj ka thonë, po ma bjen mua Allah. Po vjen prej anës së Allah subhanahu wa taala. E kanë thunë melek. Për shkak se në hadithe të sakta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sahabëve mu natën më vjen melek të ushqime. E kanë dhënë ushqime pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala e furnizon atë që dëshiron pa mos. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.